Këtë të diel më datë 12 tetor, vajzat e Flamurtarit presin në Vlorë ekipin e Tiranës për ndeshjen e javës së dytë të kampionatit kombëtar të basketbollit për femra. Dy rivalet kryesore të kampionatit do të luajnë në orën 15 në Pallatin e Sportit Flamurtari dhe prania e tifozërisë vlonjate nuk duhet të mungojë. Vetëm 5 skuadra do të ketë ky kampionat kombëtar, ndërsa nuk do të marrin pjesë në të Teuta dhe Elbasani. Drejtoresha e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, Elona Hasanaj, thot gjatë një interviste për televizionin 6+ nga Vlora se në këto kushte Flamurtari do të ndeshet shumë herë me rivalet si Tiranën dhe Partizanin, ndërsa thot se titulli kampion është objektivi kryesor. Por kjo gjë do ta bëjë kampionatin edhe më të bukur, por edhe më të fortë, pasi do të evitohen ndeshjet e lehta. Tirana ka një favor. Të gjitha vajzat që ne prodhojmë, 18 vjeçë ikin në Tiranë. Shumicat. Edhe Tirana këtë ka vajza shumë mira shqiptare. Ne me një punë shumë të madhe mbajmë ato vajza që ne duhet i mbajmë patjetër në gjirin e Flamurtarit. Si vjet kemi dhe një gjë tjetër. Marrim pjesë vetëm 5 skuadra në kampionat kombëtar. Nuk merr pjesë Durrësi, nuk merr pjesë Elbasani. Dhe mendoj që kampionati kombëtar do të bëhet me 5 faza. Dhe do ndeshemi shumë herë me Partizanin dhe me Tiranën, derisa të vemi në fund tek titulli kampion. Do të jetë më e bukur, më interesante absolutisht, po, më e fortë. Sepse do evitohen ndeshjet e lehta, siç ishte Elbasani, Durrësi normalisht do jetë shumë i bukur kampionati. Edhe basketbollistët theksojnë se është arritur që do bëhet një ekip që do t'i synojë të gjithë trofet dhe objektivat që ka vendosur klubi. Ato thonë se grupi i këtij sezoni është shumë pozitiv dhe me vajza profesioniste. Ne kemi arritur që të bëjmë një ekip i cili do të vazhdoj që të rëmbej të gjitha kupat, pasi ne vim nga një vit shumë i suksesshëm dhe pse jo të ndodhe njëjta gjë këtë vit. Ky grup si vjet si duket? Ka shumë grup që ka ndryshuar nga parë. Grupi është pothuajse i gjithë ndryshe, vetëm 2 lojtare nga vjet janë, përveç pjesës e lojtareve shqiptare, po them për pjesën e lojtareve të huaja. Por goca duken shumë mirë fizikisht, në radhë të parë ato janë vajza shumë të mira, shumë miqësore, të cilat ne na mbështesin dhe duket që këtu kanë ardhur vetëm për një objektiv. Mendoj që kemi krijuar një ekip shumë të mirë dhe këtë vit si gjithë vitet e tjera dhe patjetër që pretendojmë të fitojmë. Kështu Flamurtari në basketboll për femra synon këtë sezon të gjithë trofet që janë në lojë, ndërsa arritën të fitonin Superkupën e Shqipërisë, trofeun e parë sezonal, duke nisur mbar këtë sezon, tashmë do të synohet edhe titulli kampion, si dhe Liga Unike.